إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. Të gjitha falenderimet I takojnë Allahut subhanahu wa ta'ala. Allahun e falenderojmë, prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Këllëzon Allahu azza wa jall në rrugën e drejtë, askush nuk mund ta humbë dhe ta devijojë nga ajo rrugë. Por atë që Allahu azza wa jall e lën në humbje me drejtsinë e Tij, askush nuk mund ta drejtojë dhe ta udhëzojë. Dëshmoj se nuk meriton askush të adhurohet pas Allahut azza wa jall, ai është një dhe nuk ka shok. Dhe dëshmoj se Muhamedi është robi I Allahut dhe I dërguari I Tij, shembulli më I madh në përuljen dhe bindjen ndaj Allahut azza wa jall dhe shembulli më I miri në butësinë me besimtarët. Atëherë, lavdet dhe bekimet e Allahut e paqja e Tij qofshin mbi të dërguarin ton, mbi familjen e Tij dhe mbi të gjithë shokët e Tij. Vëllezër të nderuam, ju këshilloj juve dhe veten time me frikë ndaj Allahut subhanahu wa taala. Me frikë ndaj fuqiplotit, I cili krijoi çdo gjë dhe në tokën e Tij ekziston gjithçka. Allah subhanahu wa taala në Kur'an thotë: "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar." Dhe Zoti yt është ai që krijon dhe zgjedh çfarëdo që ai dëshiron. Pra, Allah është krijuesi çdo gjaje. Mirë po, edhe në dorën e Tij është gjithë çështja. Ai zgjedh çfarëdo që dëshiron. Ai është krijuesi çdo gjaje. Mirë po zgjedhi që njeriu të jetë krijesa më e mira në mesin e krijesave të tjera. Por zgjodhi që në mesin e njerëzve pejgambert të jenë njerëz më të zgjedhur. Po ashtu edhe nga melajket, I zgjedhi disa prej tyre si melajket më të mira. Po edhe në mesin e vendeve që I krijoi, përzgjodhi vendet e shenjta, vendet më të mira. Po edhe në mesin e ditëve dhe kohës, ka përzgjedhur disa sezona dhe disa kohë dhe I ka vlerësuar mbi kohë të tjera. Dhe dim gjithë që në mesin e muajve të vitit, Allahu azza wa jall ka zgjedhur Ramazanin si muajin më të mirë. Në mesin e netëve ka zgjedhur netë e fundit të muajit Ramazanit, e në veçanti natën e madhe të Kadrit. Në mesin e ditëve zgjodhi për ditë më të mira këto ditë që po na ofrohen dhe ditë e muajit Dhul-Hijja. E në veçanti 2 ditë më të dallume, dita e Arafatit, pastaj edhe dita e parë Kurban Bayramit. Allahu azza wa jall I veçon këto kohë, të cilat vijnë njëna mas tjetrës, ose mes disa pauzave të shkurtra, me qëllim që të ngriten ambicjet tona dhe me qëllim që t'i ripërtrim vendosmërit tona dhe të garojmë në punë të mira. Andaj në këtë hutbë do të flasim për vlerën e këtyre ditëve dhe për punët të cilat lavdrohen dhe vlerësohen në këto ditë, me qëllim që të ngriten ambicjet tona, me qëllim që t'jemi më të vendosur në punë të mira dhe të garojmë në këto punë që t'ju afrohemi kush më shumë dhe më afër Allah subhanahu wa ta'ala. Padyshim që Allah subhanahu wa ta'ala kur I vlerësoi këto 10 ditë si ditë më të mira të vitit, andaj edhe është betu në këto 10 ditë. Është betu në këto 10 ditë. Dhe për këtë arsye, veprat të cilat kryhen në këto 10 ditë janë më të dashura tek Allahu azza wa jall se sa ato që kryen jashtë këtyre ditëve. Për këtë arsye pejgamberi sa më thot: "Ma min ayamin
العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. Sot I dërguari s.a.s. nuk ka ditë në të cilat vepra e mirë është më e dashur tek Allahu Azza wa Jall se sa këto 10 ditë të Dhul-Hijjes pra. Sa nja Rasulullah, e as lufta në rrugën e Allahut, sa as lufta në rrugën e Allahut, përveç nëse njeri del me jetën e tij dhe pasurinë e tij dhe e flenë jetën për Allahun Azza wa Jall dhe bën shahid. Po ashtu, këto ditë njihen si ditë e dhikrit për menjes Allahut Azza wa Jall. Kjo vepër që është shumë e lehtë dhe është e qasme për çdo njeri pa marrë parasysh rrethonat dhe vendin ku jeton. Për këtë arsye pejgamberi alayhis salam në një rast kur flet për madhështinë e këtyre 10 ditëve dhe se si veprat në këto ditë janë veprat më të dashura tek Allahu Azza wa Jall, çka porosit? فأكثروا فيهن من التهليل والتحميد والتكبير والتحميد. ستandaj shtoni në këto ditë tehlilin, fjalën la ilaha illa Allah, fjala më e mirë. Shtoni nga tekbiri, fjala Allahu akbar. Dhe shtoni nga tahmidi, nga fjala elhamdulillah. Po ashtu, në mesin e këtyre 10 ditëve është dita e 8, dita e Tarwiyes. Se këto janë ditë haxhit. Mirë po në ditën e 8 e vendosën se bojnë një haxhit haxhin dhe hynë në veprat e haxhit, të cilat do të kryen nga dita e 8 e tutje. Pastaj pasohet me ditën e 9, ditën e Arafatit. Këtë ditë që nuk ka ditë gjatë vitit në cilën liron dhe amneston Allahu njerëz nga zjarri I xhenamit se sa këtë ditë. Nuk ka asnjë ditë tjetër. Për ata dhe njihet si dita e faljes. Paramendo me gjithë ata haxhilerët që në ditën e Arafatit, në tokën e Arafatit, Allahu mburret para me lajkeve me këta njerëz. Dhe është mundësia më e madhe që njerëzit të lirohen dhe të falen. Po në anën tjetër, po dhe gjithë besimtarë kudo që janë, të cilët janë agjëruar shumë këtë ditë, Allah ka premtuar se do t'i falë mëkatet e tyre për 2 vite. Vitit kaluar dhe vitit që vjen. Andaj nëse kjo ditë nuk është ditë e faljes, cila ditë do t'jetë? Pastaj pasohet me ditën e 10, me ditën e Kurbanit, që në një hadith pejgamberi sa më e çon si dita më madhështore. Ku njerëzit sakrifikojnë kurbanat e tyre si shenjë sakrifice dhe për ulje për Allahun, duke rikujtu atje sakrificën më të madhe në histori, sakrificën e Ibrahimit a.s. I cili vendosi sinqerisht me sakrifiku djalin e tij për Allahun Azza wa Jall. Andaj mund t'i përmbledhim veprat më të mira që kryhen në këto 10 ditë me qëllim pra po them që të garojmë këto vepra të mira dhe të jem përkujtim për neve, duke fillu me veprën e cila nuk mund bëhet jashtë në 10 ditëve, ose jashtë në ditëve, që është haxhi. Dhe një prej arsyeve që këto ditë janë ditë më të mira, është se në këto ditë mund të mblidhen gjitha veprat e mira dhe të bëhen mesin e këtyre ditëve ose gjatë këtyre ditëve. Se nuk mund bëhet haxhi jashtë këtyre ditëve. E haxhi pra është vepra më e veçantë dhe ndër veprat më madhështore që mund bëhet në këto ditë. Për ata ku është pyet pejgamberi alayhis salam, ja Rasulullah, cila është vepra më e mirë? Ka thonë imanun billah wa bi rasulihi, besimin në Allahun dhe të dërguarin e tij. Pastaj I than, e cila pastaj? Sa jihadun fi sabilihi, lufta në rrugën e Allahut. E pastaj sa haxhun mebrur, haxhi pranum. Haxhi pranum është ndër veprat më të mira, ku njeriu kthehet pa gjunohe, pa mëkate me emrin Allahut Azza wa Jall për atë udhëtimin. Mas haxhit është kurbani, sakrifica e cila fillon me ditën e 10 të tutje. Mas këtyre janë obligime të përditshme, për cila duhet një kujdes I veçantë këto ditë, duke filluar me namazin. Pra para se të fillosh atje me fal namazin nafile, me shtu vepra nafile, fokusohu në obligimet që ato me I kryen në formën më të mirë. Kujdesu maksimalisht për namazin tënë.
Jo që vjen pyetje me tik në namaz këto ditë. Po këto namazet i falë në xhami. Këto namaz i fash duke i plotësuar gjitha kushtet e namazit, gjitha vajxhibet e namazit, gjitha sunetet e namazit. Pastaj respektimi prin vend dhe obligimet që i ndaj të tjerëve. E mas tyre kalon vepra tjera të mira, pra shton nga veprat vullnetare, shton nga namazi nafile, shton nga përmendja e Allahut, përmendja Allahun shpesh, e sidomos tekbirin, sidomos me formën e tekbirit që ka ardhur nga sahabët. Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar, wa lillahil hamd. Ngritë zonën me këtë tekbir, ku do që je? Mirë po mas namazit është prej natës se Arafat, se sabojt e ditët së Arafatit e tutje. Mirë po gjatë gjithë kohës, shtoje tekbirin, shtoje dhikrin përgjithësi, lutje, duat, lezimin e Kuranit, sadakon, dhe gjitha veprat e mira, të cilat të mundsohen me bë. Shton nga veprat e mira, garon veprat mira. Edhe njerë, nuk ka ditë që veprat janë më dashur te Allahu se sa këto ditë. Atëherë, çka synon besimtari më shumë se sa me fitu dashurinë e Allahut? Çka dëshiron besimtari më shumë se sa me kanë mesin atyre që i don Allahu dhe është i kënaqur me ta? Ky është qëllimi më i madh që kemi. E mbyllëm gjitha veprat me veprën cilën kem nevojë në çdo moment. Ajo është pendimi dhe kërkim falje. Pendimi është obligim për njeriu vazhdimisht. Për ata Allah Azza wa Jalla thotë: "Wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun." Pendoni që të gjithë, o ju besimtar. Pa marrë parasysh nivelin e besimit dhe imanit që keni, gjithë keni nevojë për pendim. Gjithë keni nevojë të ktheheni tek Allahu me pendim. Pra ktheheni tek Allahu të pendum, që të gjithë, o ju besimtar, la'allakum tuflihun, qëllim që të shpëtoni. Lësë Allah subhanahu wa ta'ala që të na shton dashurinë për vepra të mira gjithë herë sidomos të ditë. Na bën prej atyre cilëve ju shtohet vullneti dhe dëshira për punë të mira. E të garojmë këto punë të mira, e të kërkojmë falje Allahut azza wa jall. Allah është falës i madh. Lutja nga Allah azza wa jall na fal gjithëve. Që të jetë kjo hutbë dhe këto fjalë për kujtim përgjithësi për të punë të mira. E një urim i veçantë për haxhit këta të cilët janë për udhë si vjet. E një përkujtim për gjithë tjertë, sidomos ata që nuk kanë kryer haxhin, që ditë janë të caktuar në këtë botë dhe nuk kemi asgjë më afër se sa vdekjen. Atëherë nxitojmë në kryerjen e këtij obligimit. Dhe në fund, salavat dhe selamet dërgojmë mbi të dërguarin ton, wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allah në zëvëgjele falenderojmë, salavat dhe selame mbi të dërguarin tonë dërgojmë. Vllazën të nderuam, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka porosit që nëse një njeri ka bën jetë të thirr kurban dhe posa të shihet nota hana e Dhulhijhes, e muajit Dhulhijhe, e që me kalendar i bjen e diellja në mbrëmje me akşam. Po ka mundësi edhe një natë më herët të shihet, nesër mbrëmje. Sido që të jetë prej kur shihet nota e Dhulhijhes, sot pejgamberi na porosit që të mos marrim nga kimet e trupit ton edhe nga thojt ton, por mos t'i prejmë thojt dhe mos marrim diçka nga kimet e trupit. Atëherë kjo është një vepër e preferuar. Dhe çdo njeri i cili synon të thirr kurban, është e preferuar të përmbahet kësaj porosie dhe kësaj këshille. Për kurbanit do të flasim inshallah magjërsisht në hutben që vjen, gjithashtu edhe për ditën e Arafatit. Lutja Allahu subhanahu wa taala na ndihmoj në punë të mira, na pranoj veprat e mira, na shumëfishoj shpërblimet për punë të mira, na fal mëkatet tona dhe gabimet tona, ato të cilat i kemi bërë me vedi dhe pa vedi, të mëdha e të vogla, ato që i bëjmë publikisht, po edhe ato që i bëjmë vetëm që vetëm Allah azza wa jall i din dhe askush tjetër. Lutim Allah subhanahu wa taala të na mëshirojë me mëshirën e tij, po na ofron këtë ditë që janë ditë mëshirës, këtu janë rahmet për neve. Atëherë të hapim dyert e zemrave tona rahmetit Allahut, e të mirave të Allahut. Mos t'i refuzojmë këto mirësi, po t'i shfrytëzojmë maksimum.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون